Sipas Prizrenit, hetimet e prokurorisë lidhur me dyshimet për manipulim të votave në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit janë shtrirë edhe në komunën e Malishevës. Në kuadër të këtyre hetimeve, prokuroria ka ftuar për t'i marrë në pyetje komisionerët e qendrave të votimit të dyshuar për përfshirje në parregullsi gjatë procesit zgjedhor. Sipas kryeprokurorit të Gjakovës, Enis Gashi, deri më tani janë marrë në pyetje 15 kryekomisionerë, të cilët janë ndaluar për 48 orë. Ndërkohë për 48 komisionerë të tjerë, autoritetet janë ende në fazën e vlerësimit për vendosjen e masave të mundshme procedurale. Ditë më parë, në një aksion të gjerë të prokurorisë në Prizren, u arrestuan gjithsej 109 persona. Nga këta, 23 u dërguan në paraburgim në ndyshimin për manipulim votash dhe marrje rishveti, ndërsa ndaj pjesës tjetër po vijojnë procedurat hetimore. Autoritetet bëjnë me dije se hetimet janë duke u zhvilluar edhe në komunat e tjera të vendit, duke treguar shtrirjen e gjerë të dyshimeve për shkelje të procesit zgjedhor. Manipulimi me vota në Kosovë përbën vepër penale dhe parashikohet të dënohet me burg, sipas legjislacionit në fuqi. Ndërkohë, procesi i rinumërimit të votave të zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit po shkon drejt përfundimit. Deri më tani, autoritetet kanë rinumëruar mbi 80% të vendvotimeve, ndërsa pritet që rezultatet përfundimtare të ndihmojnë në sqarimin e plotë të parregullsive të dyshuara.